2 miliard euro është shuma që bankat e nivelit të dytë kanë konservuar në funksion të ekonomisë dhe stabilitetit financiar për gjatë periudhës së pandemisë. Kështu thot në intervistë për TVT Silvio Petrazi, kryetari i shoqatës së bankave në Shqipëri dhe drejtori ekzekutiv i bankës Intesa Sanpaolo. The total amount of loans that under moratorium at Albanian level is more than 2 billion euro. Siç e dini, shuma gjithsej e kredive që janë në skemën e shtyrjes së kredive në nivelin e Shqipërisë është më shumë se 2 miliard euro. Por çfarë është më interesante që nuk është teksuar ende nga askush dhe përfitoj nga rasti ta them, është se ndikimi i parë ishte të ngrinim deri në gush këto 2 miliard euro. Kjo do të thotë që familjet, bizneset dhe korporatat mbajtën në xhepat e tyre gjatë kësaj periudhe këstet mujore që duhet të paguani gjatë kësaj periudhe. Kjo shumë është llogaritur deri në 150 milion euro, pa përfshirë asnjë garanci qeveritare. U aprovua unanimisht nga të gjitha bankat bazuar në aplikimet e klientëve. Dhe mund të them që kjo u mundsua kryesisht nga bashkëpunimi midis qeverisë dhe Bankës së Shqipërisë dhe bankave të nivelit të dytë. Kjo në opinionin tim ishte masa më e rëndësishme që u implementua, sepse i injektua menjëherë pa përfshirë garanci qeveritare shumën prej 150 milion euro në ekonomi. Dhe kjo është ndërhyrja më e madhe deri tani. Nëse i vendos së bashku ndikimin nga moratoriumi rreth 150 milion euro plus 11 miliard lek ose rreth 90 milion euro nga garancia e parë, që vazhdon të shfrytëzohet, plus 15 miliard lek ose 120 milion euro nga garancia e dytë, ne kuptojmë që përpjekjet e sektorit financiar janë vërtet të mëdha dhe shumë efikase. Një instrument i dobishëm sipas Petrazit ka qenë 2 garancitë sovrane të dhëna nga qeveria. Nëse paketa e parë e destinuar për pagat është duke ecur mirë me ritme më të ngadalta, po ecën garancia e dytë sovrane, që kishte si synim të ofronte kapital qarkullues bizneseve. The second package Paketa e dytë siguron 60% të shumës së kredisë dhe në këtë rast qëllimi i kredisë është për kapitalin qarkullues dhe për të mbështetur aktivitetin e kompanisë gjatë kësaj periudhe. Për paketën e dytë jemi vetëm në fillim. Deri tani numri i aplikantëve ka qenë i limituar dhe gjithashtu për bankën është pak më e vështirë të analizojë çdo klient më vete, pasi në këtë rast banka ndërmerr një risk direkt. Petrazi pranon se niveli i kredive të këqija nuk është shqetësues, megjithatë bankat nuk dihen të sigurta për dhënien e kredive. Bank of Albania Banka e Shqipërisë dhe të gjitha bankat në 5 vitet e fundit mundën të pastronin dhe të përmirësonin cilësinë e portofolit. Dhe tani portofoli kredive gjeneron shumë më pak humbje dhe përfitueshmëria e portofolit është tani në nivele normale. Falë Zotit, kjo ishte çështja kryesore në lidhje me kreditë e këqija. Pra kemi më shumë pikpyetje se sa siguri. Po ju jap një shembull. A do të vazhdojnë turistët të udhëtojnë nëpër botë njësoj si më parë? Nuk besoj kështu. Pra aktiviteti turistik do të ndikohet. Ne duhet t'i ndihmojmë. Sa i përket financimit të një teatri të ri, Petrazi thotë se bankat janë të gatshme të financojnë, duke cilësuar një biznes të mirë për to. For every bank, Për çdo bank, financimi i infrastrukture të re, le ta quajmë teatrin një infrastrukturë publike, është si çdo projekt tjetër. Në këtë rast, për aq sa dim, zotëruesi është një institucion publik, Bashkia e Tiranës. Pra është një biznes i mirë. Personalisht, nëse bashkia kontakton bankën time për të financuar një teatr të ri, do të thoja po pa asnjë problem, siç mund të ishte për ndërtimin e një shkolle, ure ose çdo tjetër infrastrukture. Duhet të jemi të drejtë teknikisht dhe profesionalisht. Bankat bëjnë biznes dhe ky është një biznes normal. Lidhur me praktikën e vendosjes së komisioneve të larta deri në 5% të vlerës për kredit që shlyhen para kohe, Petrazi beson se institucionet duhet të sigurojnë liri në treg, por brenda një kornize maksimale të caktuar.